një i vrarë dhe 4 të plagosur rënd, ishte bilanci i 2 ngjarjeve të ndryshme mafioze në Lezhë dhe Tiranë, mbrëmjen e së njëjtës 17 prill të vitit 2025. Për të 2 ngjarjet, policia e shtetit nuk ka asnjë version zyrtar se çfarë ka ndodhur, ndërsa për identifikimin dhe kapjen e autorëve është herët për të folur. Në një atentat të mirë organizuar në fshatin Plan të Lezhës, mbeti i vrarë Gjovalin Prendi, 64 vjeç. Prendi u vra me breshëri plumbash në biznesin e tij në Plan, ku prezent ishin dhe familjarët e tij. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar makinën e përdorur nga atentatorët e Planës. Makina Tipper Rover nuk është me xhama të zi. Nga verifikimet e policisë së Lezhës, mjeti i përdorur në vrasje dhe targat rezultojnë të vjedhura. Një ditë pas atentatit me 18 prill, ky mjet i përdorur nga autorët u gjeti shkrumbuar totalisht në afërsi të fshatit Fushgjorm. Policia sapo zbuloi identitetin e viktimës, pistën e parë të hetimi që ngriti ishte ajo e hakmarrjes. Viktima është babai i Sidorel Prendit, i njohur dhe me emrin Ram Brahimi apo Roan Prendi, i ekzekutuar në një atentat mafioz pothuajse një vit më parë në kryeqytetin grek të Athinës. Vrasja e Sidorel Prendit me 9 maj të vitit 2024 u përshkrua si shokuese nga mediat helene, pasi të pranishëm si dëshmitar ishin dhe bashkëshortja së bashku me fëmijën e mitur. Sidorel Prendi sapo kishte mbërritur nga Dubai në Athinë dhe dukej se autorët kishin informacion të saktë rreth lëvizjeve të tij. Por le të kthehemi tek ngjarjet e 17 prillit 2025 në Shqipëri. Pa kaluar shumë kohë nga atentati ndaj Gjovalin Prendit në një ngjarje krejtësisht të shkëputur nga qyteti verior, në Tiranë ndodh një atentat tjetër mafioz, ku qellohet me breshëri automatiku ndaj një automjeti në të cilin udhtonin 4 persona. Ngjarja e cila nisi në dalje të Unazës së Madhe, ka zgjatur në një distancë prej disa metrash ku viktimat përpiqeshin të shmangeshin ndërsa autorët i ndiqnin me motor, duke i qelluar në lëvizje. Të plagosur në këtë ngjarje mbetën shoferi i mjetit, Aren Stafa, 34 vjeç, K. Mullahi, 19 vjeç, dhe 2 fëmijë të mitur, 11 dhe 17 vjeç, të Vesel Demirajt, pronarit të kompanisë së sigurisë Pelikani Security. Teksa punohej për të zbuluar më shumë rreth ngjarjeve në 2 grupe të ndryshme hetimore, policia e Tiranës në mëngjesin e datës 18 prill po kujdesej dhe për një aspekt tjetër. Për të ulur rëndësinë e ngjarjes dhe për arsye ende të pazbuluara, shpërndau në media në mënyrë informale pistën e ngatrimit të objektivit. Sipas këtij versioni të shpërndar nga drejtuesit e policisë së Tiranës dhe të komisariatit numër 1, nga hetimet e para dhe dyshimet, mendohet se 4 të rinj që u plagosën
mund të mos kenë qenë shënjestra autorëve, por të jenë ngatruar. Sipas këtij versioni, ka dyshime se atentati në Tiranë të jetë planifikuar ndaj gruas së Roan Brahimit, e cila thuhet se jeton në të njëjtën zonë ku dhe të miturit dhe familjet e tyre jetojnë, si dhe përdorte një mjet të njëjtës markë dhe targa e mjetit të saj. Sipas këtij versioni të shpërndar nga policia, ndryshonte vetëm për një shkronjë nga targa e mjetit që u qellua. Por si ndodhi atentati në Tiranë? Mbrëmjen e datës 17 prill rreth orës 21:30 në rrugën Bejleri në fark të vogël që lidhet me Unazën e Madhe përballë Agropark Tirana. 2 persona kanë qenë duke pritur mbërritjen e G-klasit, i cili ka lënë Unazën e Madhe dhe sapo është futur në rrugë dytësore. Autorët që kishin zbritur nga motori kanë qelluar në drejtim të tyre. Shumica e plumbave në G-klasin me targ AB 002MD ishin nga krahu i pasagjerit. Por drejtuesi i mjetit ka arritur të largohet edhe pse në breshërinë e armëve. Dy prej të plagosurve paraqiten më rënd, ndërsa 2 të tjerë janë jashtë rrezikut për jetën. Motori i autorëve u gjend nga policia një ditë më vonë. Policia u përpoq të shmangte një pistë të besueshme hetimore krahas shumë të tjerave që lidhet me problemet dhe konfliktet e mundshme që pronarët e Pelikani Security kanë. Kush është Sidorel Prendi me identitetin e ndryshuar Roan Brahimi? I lindur me 14 mars të vitit 1992 në fshatin Plan të Lezhës dhe njip në Krujë. I riu me 11 shtator të vitit 2014 u mor peng nga 7 persona nga Mirdita, ndërsa policia tha në atë kohë se ata kishin synim ta vrisnin Roan Prendin. Operacioni në atë kohë u zhvillua nga policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda. Arrestimi i këtyre personave u krye pasi në aksin rrugor Lezhë-Kurbin, duke tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin Roan Prendi me banim në Plan Lezhë. Nga hetimet e policisë, u mësua në atë kohë se të arrestuarit për një periudhë 2 javore në Tiranë dhe në Lezhë studionin lëvizjet e Roan Prendit apo Sidorel Prendit me synimin e vrasjes për motive të dobta. Policia në atë kohë sekustroi një pistolet Glock me 15 fishek, 15 aparate celular, shkopim bejsbolli metalik dhe prej druri, si dhe 5 automjete në pronësi të arrestuarve. Akuzat ndaj tyre u ngritën për vrasje me paramendime e kryer në bashkëpunim të ngelur në tentativë dhe prodhim e mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve luftarake. Një pjesë e personave të arrestuar në atë kohë vijojnë ende të përballen me drejtësinë për atë ngjarje ndaj Sidorel Prendit. Konflikti i Sidorel Prendit me Brillant dhe Ervis Martinaj. Sidorel Prendi thuhet se ka patur një konflikt të ashpër me kushërinë të Martinaj, e më konkretisht me Brillant dhe Ervis Martinaj rreth vitit 2020. Ai u kërkua që të sqaronte muhabetin nga Brillant Martinaj dhe garant për sqarimin e këtij konflikti do të ishte Ylli Ibrahimi, njeri i besuar i Ervis Martinajt, por dhe kushëriri i gruas së Sidorel Prendit. Në këtë takim, që thuhet se ka ndodhur në fushë kuqe, Sidorel Prendi është prerë në besë nga Ylli Ibrahimi dhe më pas është dhunuar në mënyrë barbare nga Brillant Martinaj dhe grupi i tij. Ata e kishin nxjerrë thuajse për të vdekur nga baza e tyre.
me përmirësimin shëndetësor, si Dorel Prendi, paralajmërimin e parë për hakmarrje e kishte për kushëririn e gruas, Yll Ibrahimin, i cili e kishte tradhtuar. Me 13 janar vitit 2021, në qendër të qytetit Milotit i bëhet atentat Yll Ibrahimit, 45 vjeçarin atë kohë, i cili ishte duke biseduar dhe me 2 persona të tjerë në trotuar kur një motor me 2 persona me skafandër u afrohet dhe pasagjeri qëllon me pistolet në drejtim të tij. Yll Ibrahimi u plagos por pa rrezik për jetën, ndërsa autorët nuk u identifikuan kurrë. Me 24 dhjetor të vitit 2021, Ramazan Raja, njipi i deputetit Partisë Socialiste dhe 2 persona të tjerë, mes tyre Rohan Brahimi 29 vjeç dhe Andi Dobrozi alias Alessio Dobrozi 32 vjeç, hynë të armatosur dhe me maska në një lokal në fshatin Zejmen në Lezhë për të gjetur kushëririn e pronarit lokalit Anikola, me të cilin kishin një mosmarrveshje. Arsyet e konfliktit dhe emri i personit të cilin kishin shënjestruar ata nuk u publikuan asnjëherë. Të premten e datës 22 korrik të vitit 2022, qyteza e Milotit tronditet nga një ngjarje e rëndë tjetër kriminale. Sërish në fokus ishte Yll Ibrahimi. Megjithse udhtonte me makinë të blinduar, autorët kanë qelluar me armë blindshpuese në drejtim të makinës së tij, ku Yll Ibrahimi ishte së bashku me mikun e tij Klisman Reçi, 28 vjeç. Ky i fundit humbi jetën nga të shtënat, ndërsa mbeti i plagosur rënë shënjestra atentatit Yll Ibrahimi, në atë kohë 46 vjeç. Pas ngjarjes, një makinë u gjet e djegur në fshatin Gramës në Krujë, që besohet se u përket autorëve, pasi në brendësi u gjetën dhe 2 armë zjarri Kalashnikov. Për këtë ngjarje u ushtrua kontroll në banesën e Dorel Prendit, i cili nuk u gjet në banesë, ndërsa si person që mund të kishte dieni për rrethanat të ngjarjes, u kërkua dëshmia e babait të tij, Gjovalim Prendi. Në atë kohë, Gjovalim Prendi u shpreh se nuk kishte dieni që i birit kishte konflikte me Yll Ibrahimin dhe njerëzit e tij, ndërsa për të birin Rohanin ose Sidin siç i thrisin ata, ishte shprehur se ndodhej jashtë shtetit dhe prej kohësh nuk kishte kontakte me të. Ngjarje ndaj Yll Ibrahimit kishte deklaruar se e kishte marrë vesh nga televizori, ndërsa pohoi faktin se nusja e parë të birit, Antigona Brahimi, është kushërire e Yll Ibrahimit. Babai i Antigonës më konkretisht është djali i xhaxhait të Yllit. Megjithse u kryen shumë veprime hetimore, autorët e kësaj ngjarje nuk u zbuluan. A është mesazh vrasja në vigjiljen e Pashkëve dhe në të njëjtën ditë të Dorelit dhe babait të tij, me pothuajse një vit diferencë. Dorel Prendi u vra në Athinë ditën e njëjtë datë 9 maj të vitit 2024 në vigjilje të Pashkëve. Gjovalim Prendi u vra me datën 17 prill 2025, ditë të njëjtë në vigjilje të Pashkëve. Një nga pikpyetjet e forta rreth përkimit të këtyre të dhënave është fakti nëse ka ndonjë mesazh të koduar pas, apo thjesht është rastësi. Dorel Prendi, 32 vjeç, prej disa vitesh jetonte në Dubai dhe kishte vendosur në maj të vitit 2024 të shkonte tek gruaja e tij e dytë, Katerina Beqo, 37 vjeç, me origjinë nga Saranda, me të cilën kishte një djalë. Ekzekutimi mafioz ndodhi në kryqëzimin e rrugëve Mesalongiu dhe Pam, ku kishte shtëpinë me qira dhe jetonte me fëmijën, bashkëshortja e tij.
Sidorel Prendi ndodhe në këtë Benz ngjyrë e zezë së bashku me bashorten, kur papritur një motorciklet me shpejtësi të madhe i është afruar mjetit të 32 vjeçarit dhe autori është ndaluar në mes të rrugës, ka nxjerrë armën dhe ka nisur të qellojë. Tridhjetë vjeçari ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ndërsa pasagerja 37 vjeçare ka mbetur e lënduar lehtë. Fëmia i tyre ishte së bashku me të ëmën e gruas, duke luajtur në një park në atë moment dhe ka parë ngjarjen. Dhe sipas mediave greke, vrapoi drejt vendit të ngjarjes dhe bërtiti: "Ndim babai im." Në atë kohë për këtë ngjarje, u ngritën disa pista dyshimi, si hakmarrja nga grupi i Ervisit dhe Brillant Martinajt, si dhe konflikti që kishte patur në Dubai me kunatin e Renato Musakut, ngjarje e cila kishte mbetur e pasqaruar, pavarësisht hetimeve dhe bashkëpunimit të autoriteteve greke me ato shqiptare. Ngjarja mbeti e pasbardhur. Jashtë një dyqani në kryqëzimin e rrugëve Aristotelius dhe Komotini në veri të Athinës mesditën e 15 dhjetorit vitit 2024, ju bë atentat mafios 3 shqiptarëve. Njëri vdiq në vend, tjetri u plagos rënd, ndërsa i treti arriti t'i shpëtonte ngjarjes. Iraklit Davella, 47 vjeç, i njohur për lidhjet e tij me organizatat kriminale dhe pronar një biznesi, mbeti i vrarë me plumë në kokë. I plagosur mbeti Edi Lulo ose Edmond Hysa, me precedent më parshëm kriminal dhe i njohur në Shqipëri si pronari i disa bizneseve. Edmond Hysa kishte pak ditë që kishte mbërritur në Greqi nga Dubai, dhe personi i tretë që i shpëtoi të shtënave mësohet se bëhet fjalë për shtetasin shqiptar Hektor Gjeçuka. Personazh i njohur ky në Shqipëri dhe i dyshuar për disa ngjarje kriminale dhe i njohur si lidhje e ngushtë e Ervis Martinajt dhe grupit të tij. Mediat greke raportuan se policia e Athinës pas kësaj ngjarje kishte rihapur edhe një herë hetimet për vrasjen e Sidorel Prendit, ku sipas dyshimeve mendohej se ngjarja e dytë kishte ardhur si kundërpërgjigje ndaj të parës. Me 28 janar, policia greke doli në deklaratë për shtyp ku njoftoi se kishte arrestuar 2 shqiptar të dyshuar si vrasës me pagesë që kishin marrë pjesë në atentatin ndaj Gavellës, Hysës dhe Gjeçukës. Sipas policisë, operacioni 27 janarit i zhvilluar në Peristeri dhe Nea Smirni të Athinës, duke çuar në arrestimin e shtetasve Jenis Tulja, 44 vjeç nga Tirana dhe Mirjan Guveli, 45 vjeç nga Saranda. Ata u akuzuan për veprat penale të organizatës kriminale, vrasje, armbajtje pa leje, falsifikim dhe mbajtje lëndësh narkotike. Nga mbledhja dhe vlerësimi i mëvonshëm i informacionit dhe nga gjithë materiali parahetimor i grumbulluar, u gjet nga autoritetet greke mjeti i përdorur nga autorët gjatë ngjarjes, i parkuar në zonën e Nea Smirni. Siç ka rezultuar nga hetimi paraprak, të dyshuarit kanë përdorur 4 mjete për kryerjen e krimit, duke lëvizur në mënyrë zinxhir nga njëri në tjetrin për të shmangur identifikimin dhe zbulimin. Autorët i kanë ndryshuar targat e automjetit që përdornin për t'u ofruar viktimave, e kanë parkuar vazhdimisht në vende të ndryshme dhe janë afruar rregullisht për qëllime vëzhgimi, duke mbajtur një profil të ulët, duke mos treguar identitetin e tyre real në kontratën me qeras.
Nga kontrollet e kryera nga policia helene në banesat e tyre gjatë arrestimit, janë gjetur dhe sekuestruar 2 armë zjarri Kalashnikov, 1 armë zjarri Skorpions, 2 jeleg antiplumb, 118 fishek, 6 krëra, 3 silenciator, pranga, 3 thika, pajisje portative GPS, 1 dron, 2 lbi dhe 5 automjete, si dhe një shumë prej 79.500 euro. Me gjithë provave dhe akuzave të ngritura nga policia dhe prokuroria, 2 të arrestuarit në gjykat mohuan të kishin lidhje me ngjarjen. Shtatëmbëdhjetë korrik të vitit 2022 ekzekutohet Brillant Martinaj. Në një ngjarje të tmerrshme të ndodhur në urën e fushkrujes në rrugën nacionale kombëtare, mbetën të vrarë Diklen Vata, Besmir Hoxha dhe Brillant Martinaj, ku autorët dyshohet të ishin 4, të cilët kanë qenë të maskuar. Pasi i vranë, autorët i hodhën benzinë makinës dhe i vun flakën. Makina e tyre u gjet me armët pak kilometra larg fushkrujes. –15 mars 2024 ekzekutohet në Larushk të fushkrujes Gentian Betja. I njohur për lidhjet e tij shoqërore me Ervis Martinajn dhe për armiqsinë me Durin Bamin. Pak ditë më vonë, policia tha se kishte arritur të identifikonte disa nga autorët e përfshirë në ngjarje. Mes tyre ishte dhe kunati i Sidorel Prendit, Ilir Beqaraj, i njohur dhe me 2 mbiemra të tjerë, Brahimi dhe Manqellari, është vëllai i gruas së parë të Roan Brahimit alias Sidorel Prendit. Sipas policisë në atë kohë, u tha se Iliriani kishte patur rolin e transportuesit të autorëve të ekzekutimit të Gentian Betjes. E më konkretisht, largimin e tyre nga fshati Hasan në zonën e Bubqit, pasi dogjen automjetin Land Rover Discover. Roli pronarit të Golfit Edison Haxhiu po ashtu i arrestuar mbeti i paqartë, ndërsa ndaj tij u ngritën akuzat për sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. Ram Brahimi, i njohur dhe me emrin Sidorel Prendi nga Pllana e Lezhës, u dyshua të kishte lidhje me vrasjen e Gentian Betjes dhe sipas burimeve të policisë, por asnjëherë të provuara, ai dyshohet se në bashkëpunim me grupin e Niklës e veçanërisht me grupin e Durin Bamit, ka financuar dhe ka bashkëpunuar për të kryer atentatin ndaj Gentian Betjes.